Në këtë edicion do të ndiqni. Antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa në Gjakov kanë mbajtur mbledhjen e tyre të rregullt. Është varrosur sot në fshatin Doblibare e reja Diana Çuni, që ndroi jetë të hënën në ÇKUK. Projekti Prindi si mësues, implementuar në Mehmet Akif në Gjakov, po synon të funksionalizoj edhe më shumë trekëndshin nxënës, mësimdhënës dhe prind. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa në Gjakov kanë mbajtur sot takimin e tyre të rregullt, në të cilin ndër të tjera kanë diskutuar edhe për planifikimin e shpenzimit të paras publike, raportin e ndërmarrjes stacioni i autobusëve dhe disa çështje të tjera në interes të komunitetit. Nën kryesimin e kryesueses së Kuvendit Komunal të Gjakovës, Arbnesha Kuqi, është mbajtur mbledhja 6 e Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2025. Pas miratimit të proces verbalit të mbledhjes së kaluar, Durim Haliraj, drejtor për buxhet dhe financa në komunën e Gjakovës, tregoi sa të ardhura dhe shpenzime priten për këto 3 vite dhe si do të planifikohet përdorimi i paras publike. Tani me në qarkurën e parë buxhetore dihen burimet e financimit. Në burimet e financimit është grandi i përgjithshëm që është marrë me numrin e ri të popullsisë, të gjitha komunave, po ashtu janë edhe grande të tjera specifike. Me lejoni të shpjegoj që në grandin e përgjithshëm e komunës Gjakovës merr mjete në vlerë prej 16.347.820 euro. Grandi specifik dohet me formulë që është 89% për kokë banori, po ashtu 5% është për komunitetet jo shumicë, ndërsa 6% është pjesa e territorit të mbuleshmërisë së cilës komunë. Për këtë pikë të rendit të ditës, diskutime patin nga opozita, Alita Farshiku nga vetëvendosja tha se nuk po vijmë tek përfundimin nga ajo që po ju premtojmë qytetarëve dhe ajo që po planifikojmë. Praktikat na kanë treguar që për dallim prej COVID, kur po vinte përpilimi i buxhetit vjetor, atëherë kemi dallime ose ndryshime rrënjësore rreth asaj çka ju premtojmë qytetarëve dhe çka po planifikoni dhe po trumbetoni që keni realizuar për 3 vitet të ardhshme. Njëjtë edhe kjo tabel, domethënë për investime kapitale veçma, se dihet që interesi qytetarëve është për investime kapitale. Një tjetër pikë e rëndësishme e diskutimit ishte raporti vjetor i ndërmarrjes publike lokale, stacioni autobusëve për vitin 2023-2024, të cilin e prezantoi nënkryetari Flamur Fetahu. Ndërmarrja në pele stacioni autobusëve është në rrugën e drejtë, e cila çdo vit është duke i rritur të hyrat, jo me ndonjë përqindje të madhe, por është në rrugën e stabilizimit. Arsyen pse nuk ka një rritje të theksuar të hyrave për shkak se ka vetëm 3 lloj të hyrave të burimeve. Ato janë të hyrat nga furnizimi, të hyrat nga qërat, të hyrat nga parkingu. Pra nuk e ka një mundësi tjetër për momentin që të krijojë hyra më shumë, po unë duhet të falenderoj edhe gjithë stafin e ndërmarrjes për shkak se kanë një kujdes të vazhdueshëm për menaxhimin e tyre dhe për menaxhimin e shpenzimeve. Alita Farshiku kërkoi një përgjigje për çështjen e trafikut urban. Ndoshta një aktivitet që unë me sa po e shoh me këtë trend po shkon në shurje. Përderisa kemi komuna tjera që po e nxisin, domethënë qarkullimin e qytetarëve me trafik urban, na kemi mungesë. Kemi mungesë serioze edhe në përfshimje të hartes qarkullimit. Mos harrojmë që kemi një zgjerim qytetit, pjesa e re e qytetit është Dardania, janë pjesë periferike që medomos duhet të përfshihen në hartën e qarkullimit trafikut urban, por edhe në mungesën e investimeve me autobus. Nënkryetari Fetahu pati një sqarim. Edhe bashkë me kryetarin Gjini kemi bisedu formen se si kjo ndërmarrje të ketë disa autobus
të linjat urbane dhe urbane periferike. Unë isha në një takim edhe në Ministrinë e Financave, isha në takim, edhe një organizatë angleze ka ardhur dhe ka bo një pasqyrë në 7 komunet të mëdha të Kosovës. Kur sipas kësaj organizate, Gjakova e mbulon me 16 autobusa, gjithë terrenin. Jo në vija ndërurbane, po vija urbane periferike. E kem diskutuar edhe qyteti është rritur, është vërtet që është zgjeru, mirë po ata duhet me pa se në cilat linja janë të nevojshëm të ketë autobus urban. Në këtë takim punë është diskutuar edhe për raportin e monitorimit dhe vlerësimit të planit zhvillimor 2020-2023 dhe hartës zonale 2024-2032, si dhe për shumë çështje tjera të planifikuara. Qindra qytetare, familjar, shoqëri morën pjesë në ceremoni motore të 26 vjeçares Diana Çuni, e cila u varros sot në varrezat e fshatit Doblibare. E ndjera mëngjesin e së hënës në kryeqytet u gjet pandjenja në një nga rrugët e qendrës së Prishtinës dhe më pas ndroi jetë në ÇKUK. Me zemra të thyera e melot në sy, sot në varrezat e Doblibares ju dha lamëtumira fundit Diana Çunit, 26 vjeçares që u gjet pandjenja në një rrugë në Prishtinë dhe ndroi jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Vdekja e saj jo vetëm që la pas një dhimbje të madhe për familjen dhe të afërmit, por ngjalli shqetësim dhe tronditje në të gjithë opinionin publik. Mes lotësh e emocionesh shumë familjar, miq e shoqëri u bën pjesë të ceremonisë mortore të saj. Zemrat janë të thyra dhe sytë tanë të lagur nga lotët që nuk pushojnë së rrjedhuri, sepse mungesa jote ndihet në çdo cep të jetës sonë. Ti ishe drita në errësirën tonë, ajo që çeshte edhe kur vetë ndoshta ndjeje dhimbje. Ishte mjaftueshme një fjalë për teje për të na qetësuar, një përqafim për të forcuar, një shëkim për të na dhënë shpresë. Me ty kemi ndarë kujtimet më të bukura, të qeshurat më të sinqerta dhe lotët më të thellë. Ti ishe më shumë se motër, ishe mike, mbështetje shpirti i njëjtë me tonin. Tani që ti ke shkuar, një pjesë e shpirtit ton ka shkuar me ty. Famulitari i famullisë të Doblibares, Don Robert Jakaj, bëri lutje fetare në ceremoninë e varrimit. Në emër të botrave tona, në emër gjithë famullisë, familjen Çuni, Zoti e forcoft, Zoti e ngushëlloft, në këtë ditë do të ishte mirë të rinim e qëndronim në heshtje, qëndronim në pikëllim në zemër, me lot në sy, sepse kjo vajzë e cila është rritë në gjirin e kishës, e cila ka lexuar në kish, e cila ka këndu, e cila e ka fitu atë fe, atë besim këtu, e murë Zotit tek vetja. Familjarët mes dhimbjes prapa kamerave u shprehen se zbardhja në rastit do t'ja lënë në dorë drejtësisë dhe organeve kompetente. Ndërkohë mbi arkivolin e të njerëz u hodhën lule të bardha nga familjarët si një simbolik e shpirtbardhësisë së saj. Diana të pushojnë e paqen e këtë varë, deri që ti vetë ngjallur dhe jeta. Një projekt interesant që ka vënë prindin në qendër të bashkëpunimit është duke u zhvilluar në shkollën Mehmet Akif në Gjakov. Aktiviteti prindjes së mësues bëri që shumë prindër të përjetojnë fragmente interesante gjatë implementimit të projektit, duke mundësuar rritjen e bashkëpunimit mes prindërve, nxënësve dhe mësimdhënësve. Një projekt interesant po zhvillohet në shkollën Mehmet Akif në Gjakov. Aktiviteti prindi si mësues synon të rrisë bashkëpunimin me prindrit që përmes aktiviteteve të bëjë bashkë prindrit, mësuesit dhe nxënësit. Drejtori i shkollës Fatih Bamja tha se ky është një projekt shumë i rëndësishëm që po mirëpritet nga të gjithë. Projekti Prind si mësues është një risi në shkollën tonë, ku synimi ka qenë që të forcojmë lidhjet me prindrit, pasi që besimi gjithmonë shtohet duke qenë afër të tjerëve. I kemi kërkuar nga mësuesit që të
që t'i ftojnë në fakt prindërit në shkollë. Projekti ka filluar në klasat parashkollor, klasën e 2 dhe në klasën e 3. Pas ftesës së prindve kemi marrë përgjigje dhe kemi aranjuar ditët se kur do të vinë prindërit që të jenë pjesë e projektit. Kanë kaluar së paku gjysmën e ditës me fëmijët e tyre, duke marrë pjesë edhe në orët mësimore, edhe në aktivitetet mësimore, po ashtu edhe në ushqimin e mëngjesit dhe të drekës. E përmesim dhënësit e shkollës kjo nismë shumë e mirë dhe është pëlqyer shumë edhe nga vetë nxënësit. Me të vërtet ka qenë shumë i veçantë edhe shumë thelbësor, ku prindërit nga afër kanë pa çdo ditë punën, mësimin, lojën, edukimin, si dhe pak nga teknologjia. Nxënësit kanë qenë shumë të emocionuar kur i kanë pa prindërit nga afër dhe ka qenë një ditë shumë e veçantë për ta. Ndërsa prindrit që u bën pjesë e këtij projekti thanë se ishte një përvojë e mirë, Lonita Gjiha tha se aktiviteti e bëri të ndihet shumë më afërt me të gjithë nxënësit. Ka qenë një eksperiencë e veçantë, ka qenë një pritje shumë e ngrohtë nga nxënësit, gjithashtu edhe nga mësuesja. Ne kemi qenë gjithmonë si shikues, por asnjëherë si vrojtues, dhe kjo me të vërtetë ishte e veçantë. Unë kam bajt edhe një aktivitet me fëmijët, do të thotë krijimin e fjalëve me kuptim. E kanë pritur shumë me kërshëri dhe me ndjenjë veçantë. Ka qenë shumë mirë, do të thotë i kemi ndarë në grupe, nxënësat kanë punuar secili me grupe dhe janë munduar secili të dalë i pari në garë, do të thotë të formojë fjalinë sa më mirë. Projekti Prindi si mësues do të realizohet në të gjitha nivelet e shkollimit që disponon shkolla Mehmet Akif në Gjakov. Qendra mësimore Eduajs në Gjakov është në vlugën e përgatitjeve për kurset verore të fëmijëve. Gjatë muajit korrekt të sistemuar në 2 grup mosha, fëmijët mund të argëtohen pafund në aktivitete të shumta që mentorët e kësaj qendre kanë planifikuar të realizojnë. Elmira Pajaziti, drejtoresh, thotë se interesimi i fëmijëve edhe këtë vit ka qenë i kënaqshëm. Qendra mësimore Eduajs në Gjakov po bën përgatitje të fundit për kurset verore që do të zhvillohen me fëmijët. Një varg aktivitete shërktuese dhe edukative janë menduar me shumë kujdes nga ekipi i mentorëve të kësaj qendre, tha drejtoresha Elmira Pajaziti. Gjakova Summer Camp 2025 është një program në kuadër të qendrës Eduajs ose pjesë e shërbimeve ose pjesë e pakove të qendrës Eduajs. Këtë që ka na bën neve të veçantë është përvoja 5 vjeçore që kemi, që i organizojmë tash 5 vite, po ashtu edhe me qindra fëmijë pjesëmarrës ndër vite. Këtë që ka ajo e bën Gjakova Summer Camp me dallu prej tjerëve është për shkak që i përkushtohemi maksimum fëmijës, edhe që kërkojmë me qenë të secili fëmijë një përvojë e paharruar duke përfshi edukimin dhe lidhjen me natyrën. Pajaziti tregoi edhe për ndarjen e grup moshave pjesëmarrëse në kamp, si dhe datat kur do të zhvillohet aktivitetit. Gjakova Summer Camp këtë herë është ndarë në të 2 grup moshat, duke përfshirë moshën 5 deri në 8 vjeç dhe moshën 9 deri në 12 vjeç. Kryesisht e kemi të ndarë në 6 javë të kampit. Fillojmë prej javës parë prej 7 korrikut dhe mbarojmë me 15 gusht. Javë zyrtare, të cilat na presim mi mbush numrin e fëmijëve pjesëmarrës, janë 3 javët e para zyrtare, prej 7 korrikut deri me 25 korrik dhe pjesa tjetër mbushet në ndërkohë. Përveç kësaj, Pajaziti tha se në ditët argëtuese janë planifikuar dhe pako me programe 8 orëshe edhe për fëmijët të diasporës. Po ashtu vlen të ceket për të gjithë ata fëmijë të cilët veç prindët e tyre nuk kanë ku me i lënë fëmijët ose më kujdes dikush për ta, e kena menduar një pako tjetër ekstra për të gjithë ata fëmijë dhe bashkëadhetar tanë që na vijnë prej vendeve të ndryshme të botës, me qenë një program i cili ka me qenë 8 orësh, duke përfshirë qëndrimin ditor dhe kampin, domethënë edhe pjesën e kampit. 4 orë kamp dhe 4 orë qëndrim ditor, duke u lecu sa më mirë dhe sa më efektive me qenë qëndrueshmëria e fëmijëve në një ambient të ngrohtë ku ofrohet edukim dhe lidhja me natyrën, po ashtu që veç e përmenda edhe më herët. Në fund, drejtoresha Pajaziti tha se prindërit ende kanë kohë të regjistrojnë fëmijët që të jenë pjesë e aktiviteteve argëtuese dhe edukative për të fituar një përvojë të paharrueshme. Prezenca gjuhës së urrejtjes në media dhe shoqëri përgjithsisht është një fenomen shqetësues që duhet parandaluar me qëllim të promovimit të një shoqërie sa më pluraliste. Mungesa e empatisë ndaj njerëzve natyrshëm ka prodhuar diskurs të ashpër me shumë pasoja.
Kështu ka bërë të ditur profesori i filozofisë Ylber Sahitaj në ditën kur duhet të punohet në parandalimin e gjuhës së urrejtjes. Gjuha e urrejtjes në media, rrjetet sociale dhe në platforma të ndryshme është bërë dukuri në shoqërinë tonë. Komentet denigruese me gjuhë të urrejtjes përdoren nga grup mosha të ndryshme, të cilat postojnë dhe prodhojnë një komunikim shumë vulgar. Profesori i filozofisë Ylber Sahitaj thotë se duhet të tentojnë për të parandaluar sa më shpejt këtë fenomen shqetësues. Tash kur nalmi saktësisht tek gjuha e urrejtjes, do me pas parasysh ndoshta më shumë për mënyrën qysh na me tentu me parandalu ata, se sa qysh me trajtu këtë pjesë. Se ndoshta pa dash me bërë një generalizim, mirë po shpeshherë si dukuria jonja është me u marrë me diçka pasi që ndodh, se sa me punu qysh me parandalu ata. Profesor Sahitaj tha se faktor për gjuhën e urrejtjes është edhe teknologjia, sepse personat shumë shpesh kanë humbur empatinë ndaj njerëzve si shkak i largësisë. Po përmeni teknologjinë si fenomen, sepse sot për sot ma shumë po përballemi me gjëra të cilet po vinë si shkak i përdorimit të rrjeteve sociale, si shkak i komenteve të cilet po munden me i bënë për këto platforma sociale. Mirë po, pa e përfshi këto pjesën e empatisë së personave. Përdorimi i teknologjisë edhe mundësia për me mujt me shpreh një mendim tymve pa që janë i bazun ose i dokumentun në diçka të caktune, po ja mundësën teknologjia. Tash, si pasojë e kësaj, na çka mundemi me dalë me një konkludim është tek mungesa e empatisë. Një person shumë më lehtë e ka me kritiku, një person e ka shumë më lehtë me ofendu në momentin kur nuk është në prani me palën tjetër. Një tjetër shkak sipas profesorit janë edhe emisionet televizive që përdojnë një diskurs të ashpër që natyrshëm prodhojnë gjuhë të urrejtjes. Nëse mundem e marrë vetëm si rast hipotetik një emision për cilën ka një temë të caktuar ku ka panelistë cilët diskutojnë asaj teme, edhe nuk i përmbahet disa rregullave bazike etike, atëherë kjo normalisht që kam ja mundësua dhe kam ja jap hapësirën secilit prej të ftuarave me mujt me u shpreh në mënyrën qysh ai apo ajo e mendon që është më e sakta. Jo çdo herë është më e sakta për mënyrën se qysh mendon një i ftuar, edhe kjo ka më thënë drejt një rezultati për cilën ka më mund ndoshta më shpreh edhe një gjuhë të rritis kundrejt një individi apo një fenomeni apo disa rasteve të caktuara. Dita ndërkombëtare kundër gjuhës së urrejtjes shënohet me 18 qershor çdo vit dhe ka për qëllim të ndërmarrë sa më shumë veprime kundër diskriminimit, intolerancës, me qëllimin të promovimit të respektit ndaj njerëzve që përbëjnë një shoqëri pluraliste. Qendra kujdesit paliativ në Gjakov ka disa ditë që është funksionalizuar si një shërbim i ri dhe shumë i nevojshëm për pacientët e komunës së Gjakovës. Drejtoresha Shëndetësisë Adelina Shehu Kola thotë se shërbimet që ofrohen në këtë qendër janë vetëm për kategori të caktuara të pacienteve, prandaj edhe ka apeluar që të shfrytëzohen vetëm nga ata persona. Në Qendrën e Kujdesit Paliativ në Gjakov, e cila është hapur prej disa ditësh, ofrohen shërbime për personat të cilët nuk mund t'i marrin shërbimet në institucionet shëndetësore, pra në ambulancë apo në spital, për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore. Drejtoresha e Shëndetësisë Adelina Shehu Kola ka bërë të ditur disa nga shërbimet që ofrohen në këtë mjedis shëndetësor. Atëherë kujdesi paliativ jep shërbimet e personave të cilët nuk mund të marrin shërbimet në institucionet shëndetësore, pra në ambulantë ose spital. Pra personat të cilët nuk lëvizin, personat që janë në gjendje kome, personat që janë me kancer të stadit të avancuar, bojnë menaxhimin e dhembjes, dhënien e terapive të ndryshme, po kujdesi paliativ ka fillu qëtash shumë shpejt, atëherë na jemi henës të identifikua dhe personat të cilët janë për shërbimet e kujdesit paliativ. Ekipa është nga ora 7 deri në ora 10 mbrëmjes, janë 2 ekipet të cilet janë aty është 1 mjek dhe 4 infermier, janë duke dalë në teren për dhënien e shërbimeve ku i takon kujdesit paliativ. Drejtoresha Shehu Kola gjithashtu tha se këto shërbime duhet të shfrytëzohen vetëm për kategoritë e pacientëve që lejojnë kujdesi paliativ. Kemi disa të lashe, sepse edhe qytetarët nuk janë të informuar mirë se çfarë shërbime jep kujdesi paliativ. Unë nëpërmjet jush pra televizionit përçoj edhe lajmin të qytetarët, kemi emaila të shumta që na kanë ardhur
duke bërë pyetje se kujdesi paliativ cilat shërbime i merr, jep atëherë kemi edhe takime këtu, kemi edhe thash mes urgjencës edhe kujdesit paliativ janë disa çështje që ku verifikohet ka ona e urgjencës, pra e dërgojnë të kujdesi paliativ, ose nëse thirrët të kujdesi paliativ nëse është për urgjencë, atëherë e adresojnë urgjencë, po besoj që mrena 3-4 muaj ose 5 muaj secili qytetar do të njoftohet për shërbimet e kujdesit paliativ dhe thirrja kur bëhet të bëhet adekuat për shërbimet e kujdesit paliativ. E kur është fjala për furnizimin me medikamente në këto qendër dhe trajnimin e profesionistëve, drejtoresha tha se edhe në këto pikë qëndrojnë mirë. Bashkë me drejtorin jemi të ndo disa tema që do të zhvillohen, i kemi gati në përfundim edhe që do të marrim edhe një trajnim edhe për stafin, për disa shërbime që do të ofrohen. Kujdesi paliativ i ka të gjitha bornat, të cilat janë për urgjencë, për menaxhimin e dhembjes, që mas shumë të kujdesi paliativ është starti i kujdesit paliativ, atëherë jemi të furnizuar, ekipa është e mjaftueshme. Kujdesi paliativ fokusohet në sigurimin e lehtësimit nga simptomat, dhimbja dhe stresi i një sëmundjeje serioze, pavarësisht nga diagnoza. Qëllimi i tij është përmirësimi i cilësisë së jetës, si për pacientin ashtu edhe për familjen, tha mesjerash drejtoresha. Krijuesja nga Gjakova Jetlira Avdia ka arritur të merr çmimin Autorja e Vitit me romanin Toka e Babës në edicionin e 25 të panajirit të librit të mbajtur në Prishtinë. Vetë Jetlira thotë se ky çmim është një mundësi më shumë për të kontribuar sa më shumë në letërsinë shqipe. Shkrimtarja Jetlira Avdia në edicionin e 25 të panajirit të librit të mbajtur në Prishtinë ka marrë çmimin Autori i Vitit në letërsi shqipe 2025 për romanin Toka e Babës, të botuar nga Koha. Autorja Avdia i tha se ky çmim e bëri të ndihet shumë e lumtur qysh në momentin kur u lexua emri i saj. Në momentin kur e kuptova, kur lexua emrin aty, ishte një farë koha unë dalë në vend edhe mbajta vesh edhe tash anash shokut mi thasha ti Jetlira Avdia, ti dikush tjetër, a Jetlira ti është një surprizë e mirë që për një moment nuk e pata një ndërsi shumë interesant, ishte një ndjenjë e bukur, në të njëjtën kohë ishte pak e pabesueshme se isha në mesin e matrive aty si Autorja e Vitit dhe kur dola mora pata emocione, kuptohet që pata emocione, po është një ndërsi tepër e bukur dhe është edhe një motiv që pavarësisht letërsia nuk ka moshë. Pavarësisht moshës vazhdo shkruaj se nesër mas nesër do të vlerësohet puna jote. Avdia i tha se libri Toka e Babës është libër që trajton trashëgiminë e pronave tokave, raste këto që shumë shpesh shkaktojnë edhe probleme brenda familjeve. Është një roman që prek aktualitetin ton, është një roman që ka një ngjarje që është duke ndodhur edhe këto vitet e fundit, nuk është një ngjarje që ka qenë vetëm me të kaluar shoqërisë shqiptare, por është aktuale. Nuk e prek vetëm tokën që trashëgimin që kalon baba, por prek edhe kulturën edhe familjen shqiptare, ku pavarësisht se sa të lidhur jemi mes vete, kur është në pyetjen e tokë, kur është në pyetjen e hise më shumë, kemi tendenca që brenda familjes të përjashtojmë dikon që me pat një groshtëtaj më tepër. Avdia i foli edhe për projektet dhe romanet që i ka planifikuar për të ardhmen e afërt. Shkrimtarët nuk nalen kohë. Edhe para se me dalë për shtypje këto, kam filluar edhe një libër tjetër, ndërkohë që kam pasur edhe 2 libra që janë vetëm procese sipër, që ndoshta deri në përfundim vitit del edhe ndërshkrim, ndoshta më herë, ndoshta pak më vonë, për këtë pjesë nuk mund me tregu saktësisht se historia e librit ma bën surprizë edhe mua kur do me përfundu. Krijuesja e re në letërsinë shqipe Jetlira Avdiaj ka shkruar më shumë se 10 romane, duke mos përjashtuar edhe veprat në poezi për të cilat është ndëruar edhe me disa çmime. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti i ndryshueshëm me temperaturat që kanë lëvizur nga 16 deri në 31 gradë Celsius. Për nesër parashihet mot me diell e vranësira me temperatura të cilat do të variojnë nga 18 deri në 32 gradë Celsius.
14 deri në 29 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtës, karakterizuar nga moti i ndryshueshëm. Mot me diell parashihet gjatë së shtunës me temperaturë minimale 12 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 28 gradë Celsius. Për të dielën, temperaturat do të variojnë nga 12 deri në 28 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Moti i ngjashëm parashihet edhe për të hënën, shoqëruar nga temperatura 13 deri në 30 gradë Celsius. Për të martën parashihet mot me diell me temperatura që do të lëvizin nga 16 deri në 33 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa në Gjakov kanë mbajtur mbledhjen e tyre të rregullt. Është varrosur sot në fshatin Doblibare e reja Diana Çuni, që ndroi jetë të hënën në ÇKUK. Projekti Prindi si mësues, implementuar në Mehmet Akif në Gjakov, po synon të funksionalizojë edhe më shumë trekëndshin nxënës, mësimdhënës dhe prind. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.